Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ να γιορτάσουμε μια μεγάλη γιορτή της Αλβανίας και όλων των Αλβανών, είτε στην Αλβανία, είτε ζουν στην Αλβανία, είτε ζουν στο εξωτερικό. Τη γιορτή της ανεξαρτησίας. Πριν 113 χρόνια, το 1912, σαν σήμερα, 28 Νοεμβρίου, η Αλβανία για πρώτη φορά ιδρύθηκε σαν ανεξάρτητο κράτος μετά την απελευθέρωσή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα δούμε σήμερα τη γιορτή που ετοίμασαν οι εκπαιδευτικοί μας Γκότζε Αφριόλα, Ορνέλα Γιώργο, Μαριάννα Πετρίτη, Εμίλ Πάπα, Μαρία Τσόγκα και η μουσικός μας η κυρία Βράμε Μαριάνθη με τα παιδιά της 6ης έως 9ης τάξης. Χρόνια πολλά. Γεζούα Φέστα. Πριν ξεκινήσει η γιορτή μας, θα θέλαμε να κάνουμε μία απονομή. Πριν λίγο καιρό στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε ένας διαγωνισμός για το μάθημα των Αγγλικών. Πήραν μέρος μαθητές και του σχολείου μας, αλλά και από άλλα σχολεία της Κοριτσάς. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε την απονομή των μεταλλίων στους μαθητές που διακρίθηκαν και πήραν μέρος στο διαγωνισμό. Ωραία. Είναι ο υπεύθυνος εδώ, ο κύριος Μουσά. Okay. Θα φωνάζουμε λίγο τα ονόματα ξεκινώντας από το χρυσό μετάλλιο και θα προχωρούμε. Να μας πεις δύο λόγια. Përshëndetje të gjithëve, dhe shumë gëzuar festa dhe nëndore të gjithë nxënësve, mësuesve, prindërve dhe të gjithë shqiptarëve të cilët ndodhen në Shqipëri, por dhe në barë Shqipëri. Unë jam Musa Coar, jam drejtori i qendrës Star Balkan, se ka shënduar konkursin e gjuhës angleze dhe është kënaqësi për ne sot që në të festë të ditë të bekuar që është përndajmë edhe certifikatat dhe medaljet e Olimpiadës për gjithë nxënësit që në marrë pjesë nga shkollat tuaja, por dhe nga shkolla motrë. Pjesëmarrja në konkurse dhe në Olimpiada është e vlerësuar për çdo nxënës dhe në portofolin e çdo nxënësi, pasi ju përballeni dita ditës me teste të ndryshme, teste ndërkombëtare, formatet të cilat ju gjithmonë keni hasur në përditshmërinë tuaj në shkollë. Është vlerësuar pasi i shton në rëndësi të madhe portofolit të çdo nxënësi dhe rrugës tuaj arsimore, akademike, po edhe profesionale. Kështu që pa unë për kohën e tani po fillojmë me shpërndarjen e certifikatave. Medalje dhe certifikatat do shpërndarjen në momentin e dytë. Do fillojmë që nga medaljet e bronzit, ku ftojmë nxënësin Ester Latoni që të marrë medaljen e bronzit. Konstantin Palko. Vivian Kapetane. Sofia Boda.
Skeltion qyteti? Nikola Pacolli. Pacili. Hajde Nikola. Gresheno. Lauki Branje. Marina Moremi. Luis Gioca. Nathalie Shirinji. Alessandro Santislare. Selena Viero. Hilton Kuroveshe. Arius Kamenica. Rania Sheno. Iris Peo. Wendy Matrapu. Dionis Denase. Cristi Mano. Grace Minamari. Grace Minamari. Genoveva Tascio. Chris Drabo. Miriam Zevros. Unë duan të profesorët e shëndësishëm që kanë marrë pjesë në Olimpiadë, gjithë ata që kanë fituar medalje apo kanë marrë vetëm certifikat, nuk është e rëndësishme medalja, patjetër që është rëndësishme, por nuk është e rëndësishme qëllimi final marrë një medalje, marrë një medaljar, është shumë rëndësishme që ju të praktikoheni në periudha të vazhdueshme në disiplina të ndryshme, që nese pas nese kur shkoni në testet finale, pra mini maturës apo edhe maturës, të jeni akoma më të përgatitur. Evaluojmë fjalën e profesorit për shënimin. Κάποιοι γονείς που είναι ορθιάς έρχουν μπροστά να καθίσουν.
Të nderuar mësues, të dashur nxënës. Sot, në këtë ditë të veçantë, kemi mbledhur zemrat dhe mendjet tona për të nderuar dy data të arta të historisë sonë kombëtare. Dy gur themeli, mbi të cilët u ngrit dhe u formua Shqipëria jonë e dashur, pikërisht në 28-29 nëntor. Këto dy data nuk janë vetëm kujtesë historike, por janë amanet për çdo brez. Të duam adhën tonë e ta mbrojmë lirinë, sepse ky muaj na kujton sakrificat, guximin dhe vendosmërinë të parëve tanë, që me dashuri ndërtuan themelët e të ardhmes që ne sot gëzojmë. Çdo ngjarje, çdo figurë historike dhe çdo moment krenarie na mëson për vlerat e patriotizmit dhe respektit për historinë tonë. Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπημένοι μαθητές, σήμερα, σε αυτή τη γιορτινή και ξεχωριστή ημέρα, οι καρδιές και οι σκέψεις μας ενώνονται για να τιμήσουμε δύο λαμπρές ημερομηνίες της ιστορίας του έθνους μας, την 28η και 29η Νοεμβρίου. Είναι οι μέρες όπου τέθηκαν τα θεμέλια της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας, πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η αγαπημένη μας Αλβανία. Αυτές οι ημερομηνίες δεν είναι απλώς μια ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά ένα μήνυμα για κάθε γενιά. Να αγαπάμε την πατρίδα μας, να τιμούμε τους ήρωες και να υπερασπιζόμαστε με περηφάνεια την ελευθερία. Ο Νοέμβριος μας θυμίζει τις θυσίες, το θάρρος και την πίστη των προγόνων μας, που με το όνομα και την αφοσίωσή τους άνοιξαν τον δρόμο για το μέλλον που εμείς σήμερα απολαμβάνουμε ελεύθεροι και υπερήφανοι. Këti programi festiv, ne do të rikthejmë kujtesën tonë në ato ditë të parueshme, do të përjetojmë emocionet e rojnëve tanë dhe do të kuptojmë se liria dhe pavarësia janë dhurata të çmuara, të cilat duhet t'i mbrojmë me përgjegjësi dhe me dashuri. Le të hapim zemra dhe shpirtin tonë për këtë udhëtim në historinë përmes fjalës, këngës, recitimeve dhe pjesës teatrale të cilën e kemi përgatitur me nxënësit. Le të këndojmë së bashku të kaluarën dhe të frymëzohemi për të ardhmen, duke mbajtur gjallë shpirtin e 28-29 nëntorit në çdo veprim dhe mendim të përbashkët. Të fillojmë këtë festë me krenari, emocion dhe bindjen se çdo gjest i vogël i dashurisë përbën një rëndësi të madhe për adeun tonë. Μέσα από αυτό το αστικό πρόγραμμα θα ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο, σε εκείνες τις αξέχαστες ημέρες της ιστορίας μας. Θα ξαναζήσουμε τα συναισθήματα των ηρώων μας και θα νιώσουμε τη γεννότητά τους. Θα κατανοήσουμε πως η ελευθερία και η ανεξαρτησία είναι δώρα πολύτιμα που οφείλουμε να φυλάμε με σεβασμό, ευθύνη και αγάπη. Ας ανοίξουμε τις καρδιές μας και τις ψυχές μας σε αυτό το όμορφο ταξίδι μέσα από την ιστορία, το λόγο, τα τραγούδια, τις απεργίες και το θεατρικό δρομένο που με αγάπη και μεράκι έχουμε ετοιμάσει μαζί. Nëntori 1912, dita e pavarësisë, 29 nëntori 1944, dita e çlirimit, dy data të shënuara me gjak dhe me trimëri, që dhan dritë kombit shqiptar. Kjo është një ndër ditët më të rëndësishme të rilindjes sonë kombëtare, në të gjithë historinë tonë. Liria e rritur është vlera jonë dhe pasuria më e çmuar e shoqërisë sonë, e cila nuk falet dhe as dhurohet, por fitohet me shumë punë e përpjekje. Gjak e vuajtje brezash. Αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές ημέρες της εθνικής μας αναγέννησης σε όλη την ιστορία μας. Η ελευθερία που κατακτήθηκε είναι η αξία μας και ο πιο πολύτιμος θησαυρός της κοινωνίας μας, που δεν χαρίζεται, ούτε δίνεται, αλλά κερδίζεται μέσα από το αίμα και τις θυσίες πολλών γενιών που προηγήθηκαν.
plebeu, mbrojtës i Shqipërisë, me një shpat në dorë e me një zjarë në zemër, i dola për Zot lirisë. Adheu nuk jepet, ai nuk është diçka, as për të shitur e as për të blerë. Ai është një zemër tjetër që e mbaj me vete kudo që kur kemi lerë. Unë jam Ismail Qemal, vi nga Vlora, ku hodhi rënjët e saj liria. Prapa më vjen një sërbura shtrima, prapa më vjen historia. Ruajeni pavarësinë e lirin, ruajeni atë për të cilët të parët tuaj jetën e tyre kanë dhënë. Paqja është dhurata më e vyer që të parët ju patën lënë. Unë jam Shote Galica, bie maleve shqiptare. Dimër behar, pushkë në dore mbajt ka një soqas, pa u lodhu, pa e ndarë. Gruaja shqiptare nuk ri në heshtje frikë, po lufton për adet me zemër dhe me shpirt fisnik. Adheu është rrenjë, është amanet, edhe po të bjerë trupi, është e mljenoj dhe ai që ngelet për rrit. Unë jam Bajram Cuj, trimi maleve tash praveriore. Me pushkën në dorë luftova, jetën e dashë, për këto fusha, për këto pyje. Shliria të redë, si një ujë paskër, prej grykave të maleve tonë. Flamuri banon kuqezi, shpëria rritet me çdo fëmijë, dëshmor nga tregojnë në lukët e lirisë, roftën në toni, muaj shpresës.
Më 28 nëntor 1912, Kuvendit Kombëtar i Vlorës shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Atë ditë historike për të gjithë shqiptarët, nga balkoni ku mblodh Kuvendi, Ismail Qemali vriti flamurin shqiptar. Flamurin me shpojnë 2 krenare mbi spodin e kuq. Flamur që dikur e kishte shpalosur me krenari edhe Gjergj Kastrioti. Akti shpallës pavarësisë përbëri nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e popullit shqiptar. Ai ishte fryti i përpjekjeve dhe i luftave shekullore shqiptare për të mbrojtur terrasin toksore të Adeu dhe për të formuar shtetin e babarëve shqiptar. Me vendimin e Kuvendit të Vlorës, kombi shqiptar fitoi të drejtën e tij të pamohueshme për qenë i lirë e pavarur, krahas kombëve e popujve të tjerë të Evropës. Shpallja e pavarësisë dhe ngritja e flamurit kombëtar në Vlorë ishte fitore e përbashkët për të gjithë popullin shqiptar dhe për të gjitha forcat që kishin marrë pjesë në luftën për çlirimin kombëtar. Me pushk dhe me penë, 28 nëntori i vitit 1912 shënon rikthes historike për popullin shqiptar, sepse nga njëra anë mori fund studimi gati 5 shekullor i perandorisë osmane, nga ana tjetër u krijuan kushtet e reja politike për të dalë nga prapamëmbëjtja e madhe dhe për zhvillimin e tij më të shpejtë ekonomik, shoqëror e kulturor. Shpallja e pavarësisë erdhi në një periudhë të trazuar për Ballkanin dhe Evropën. Perandoria osmane, që kishte sunduar në Shqipëri për gati 5 shekuj, ishte në rënje të plotë. Luftrat ballkanike të vitit 1912 kishin rritur tensionet në rajon dhe kishin dëshmuar dobësinë e perandorisë. Në kushtet e reja politike, zgjidhja më e drejtë e çështjes shqiptare nuk ishte më autonomia, por pavarësia e plotë. Me këtë ide u kthye në adhe grupi patriotëve shqiptar i kryesuar nga Ismail Qemali. Ditë krenare, ditë e bukur shqiptare, e ja burra të festojmë dhe flamurin të agëzojmë. Ne sot jemi krejt të lirë dhe festojmë me dëshirë. Gjithë shqiptarët sot gëzohen dhe dëshmorët do nderohen. Liria është flakë që nuk shuhet. Pavarësia është dhurati që na bashkon. Shqiptarët e mbajnë me krenari në çdo hap, në çdo zemër, në çdo ditë. Kuvendi Kombëtar i Vlorës u mblodh më 28 nëntor 1912 dhe i vazhdoi punimet deri më 7 dhjetor. Punimet u celën pa arritur edhe të gjithë delegatët. Në të merrnin pjesë fillimisht 40 delegatë, të cilët u shprehën një zëri për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Dhe në shkruan dokumentin historik të kësaj ngjarje kaq të rëndësishme për kombin shqiptar. Me ardhjen e delegatëve të tjerë në kuvend, ku numri i tyre u rrit në 83 vet. Kuvendi kaloi në zgjedhjen të qeverisë dhe të pleqësisë. 28 nëntori është dita kur shqiptarët përveç krahinave dhe dallimeve u bashkuan për të themeluar shtetin e tyre. Është dita që përmbushje me sukses qëllimin e rilindjes kombëtare. Është dita që simbolizon lirinë, integritetin dhe dignitetin kombëtar shqiptar. Kjo datë lidhet edhe me një ngjarje të tërmadhore historike. Me 28 nëntor 1943, Skënderbeu priti për herë të parë flamurin shqiptar në Krujë, duke filluar një qeverisë heroike kundër perandorisë osmane. Kjo lidhje mes dy ngjarjeve i jep kësaj date një domethënie edhe më të thellë historike dhe emocionale për çdo shqiptar. nëntor 1912, Vlorë. Pas 5 shekuj shërbëri, shqiptarët u mblodhën në kuvend. Bijtë të Shqipes, sot bashkohemi, të ngrëm flamurin e lirisë. Në këtë tokë, në këtë Vlorë, Shqipëria bëhet shtet në vete. Shihni flamurin kuq e zi, me shqipojnë 2 krenare, ai na thret me krenari për bashkim dhe dashuri. Kriu lartë në flamuri shtrenjtë, shkëlqej në qelin ton, nga kjo ditë nis udhëtimi i Shqipërisë së lire së fortë.
Lufta e vjetër na mëson një mësim, ditë kërkon zemrën dhe besin. Të dëshmojmë që na për këtë dhe na la një rrugë dritë, na la një besë. 29 nëntori i vitit 1944 përfaqëson një nga ngjarjet më të mëdha dhe më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë. Shënon ditën kur forcat nacionale çrimtare çliruan vendin nga pushtuesit. Shënon ditën e fitores mbi fashizmin dhe nazizmin. Prej 7 prillit të vitit 1939 e deri më 29 nëntor të vitit 1944, Shqipëria ishte në pushtimin italian dhe atë gjerman. Më 8 shtator 1943, Italia në shtoi kapitullimin, duke shënuar kështu fundin e një faze të rëndësishme të luftës së dy botërore. Pas kësaj, ushtria gjermane ndërhyn dhe pushton territorin shqiptar. Tashmë vendin e ushtrisë italiane u zvendësua nga ushtria gjermane. Por populli shqiptar, edhe pse që i ndodhur në një pushtim të ri, vazhdoi luftën për liri dhe u angazhua në qëndresa kundër pushtuesit, organizimi së cilës, ndonëse fillimisht që pak vështirë, prej vitit 1941 mori hovë se rezultati i krijimit të grupimeve të reja politike, të cilat i prind drejtimit saj. Flamur, flamur, shpalosur në dri, kush si gjaku zi si nata, shqipoj krenare me krak të shtri, që ngjash presën tek çdo shqiptari. Ti flet për liri e besë, për trimërinë që sutret kurë. O flamur i gjaku të shenjtë, bile ndri si diell i madh. Që kësaj periudhe moment me rëndësi ishte krijimi në vitin 1922 i Fronti Nacional Shqiptar, i cili luajti një rol vendimtar në mobilizmin e popullit shqiptar si dhe në organizimin e koordinimin e forcave partizane. Qëndresa e saj u rindishëm dhe u bë më organizuar. Fronti Nacional Shqiptar u bë faktor udhëheqës i grupit nacional shqiptar. Forca partizane mobilizuan dhe rritën në numrin e forcës dhe këtë udhëheqje të kryer disa betejë të mëdha ndaj trupave gjermane në rajonet të ndryshme të vendit. Pas çlirimit të Tiranës më 17 nëntor, lufta vazhdoi për çlirimin e Shqipërisë Veriut. Qyteti i fundit që u çlirua ishte Shkodra më 29 nëntor 1944. Ky ishte një moment historik, sepse për herë të parë, pas në shumë se 5 vitesh rezistencë, luftëve përpjekjesh të pandërprera, Shqipëria u çlirua nga zgjedhja e pushtuesve të huaj. Në fushë beteje, guximin e, dëshmojnë e ri me shpirtin e vetë. Flamuri valon, liria në të rejtë, për atë unë tonë, çdo gjak shpërthen. 29 nëntori është një dallë që do të kujtohet përgjithmonë në kujtesën kolektiv të popullit shqiptar si jetik e madhe, lirie dhe krenarie. Është një moment që simbolizon sakrificat e mëdha të popullit shqiptar dhe luftës së tij për çlirim dhe pavarësi. Shqiptarët rifituan lirinë dhe pavarësinë e tyre. Përfundimi i luftës së dytë botërore u dha në mundësive shqiptarëve të restauronin shtetin e tyre të pavarur dhe sovran. Si pjesë e koalicionit të Kombeve të Bashkuara, ata organizuan një qendresë të fuqishëm kundër pushtuesve italiane dhe gjermane. Kjo qendresë u njohur zyrtarisht nga aleatët e koalicionit të Kombeve të Bashkuara. Kjo qendresë gjithashtu, shqiptarët ishin ndër popujt e paktën që u çliruan vetëm pa ndërhyrjen e drejtë për drejtë të ushtrive aleatës. Liria nuk erdhi në rrugën e shtruar me lule, as se nuse me kuror. Ardhja e saj deri te ne ishte gjallë dhe e vështirë. U desh luftë, mund dhe gjak. I Eleftheria dhe nitë me Sapodromus, Tromenus me Ludhja, u të Sanifi me Stefanis. I Eleftheria poefta se meti dismeres mas, i tan makrake diskoli, fjastike agona, skopo skema. Në shekullin e 15, malet e saj komponin nga kënga armëve. Hordit osmane rëkullisëshën për tokën tonë se stuhi, por një burr i madh, bij i këtij trulli, ngriti shpatën dhe zemrat, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. O bij të Arbëris, më mirë të digjet ky trup, se sa të shitet ky shpirt. Më mirë një orë të lirë, se sa një jetë në robëri. Kjo tokë është e jona, qaku hynë, do ta mbroj me shpirt e me zemër. Shqiptar, bashkohuni! Komandant, rezistarë që ashtu kishin me një zemra këti kombi, zo burr, zo lis, zo malë është me ne. Shqipja nuk do të bjerë derisa të biq të luftojnë për te. Pas
Shqipëria. Pas meje trima, me gjakun ton do të shuajmë emrin Shqipëri. Për vitet kaluan në Shqipëria përprisë të ditën e madhe të lirisë. Dhe më në fund, viti 1912 solli dritën. Në qytetin e Vlorës, burat e komit u mblodhën të shpallura në shekullore. Shqiptar, sot në 28 nëntor të vitit 1912 shpallin para botës pavarësinë. Në këtë ditë të shenjtë shpallin para botës se Shqipëria është më vete dhe e parë. Flamuri Skënderbeut ringrihet pas 5 shekuj. Ky flamur nuk është thjesht për hur, është amaneti të parëve, gjaku i rënë shpresë e breza. Sot nuk jemi më sklever, sot jemi komp i lirë. Nga ky flamur marrin forcën. Ai do të valoj për jetën e qendrën tonë. Rroftë flamuri kuqezi, rroftë Shqipëria e lirë, rroftë 28 nëntori, ditë e pavarësisë.
Por Liria nuk që i lektë. Shqipëria u pushtua sërish në nazistët e fashistët. Nga malet u ngritën partizanët dhe me vajza që zgjodhën pushkën para zinxhirit. Armiku na do shpevër, por ne jemi bitë të lirisë. Më mirë, një varë të landishëm, sësa njëjtë të përullur. Dhe Liria u fitua me gjak, Shqipëria hyri në epokën e saj të re. Lavdi dëshmorëve të Atheus. Në 29 nëntor, Shqipëria u çlirua. Fryma e lirisë u ringjallë çdo zemër shqiptare. Tregon që shanga herë, na ishte se që na ishte, na ishte një djallë, si vetë shokët kishte, dhe duke dëgjuar, shikoj me sytë e mi, njatrim duke me libra me punë. Çdo ditë, çdo bankë shkolle është një betejë për Shqipërinë e nesërme. Ne kemi punën e Sklebeut, nga Ismail Qemali, ndaj partizanëve. Na mbaj flamuri lart e tregojnë se Shqipëria është e gjallë zemra tona. Shqipëria jemi ne, Shqipëria është liria, besa, shpresa.
Shqipëria nëna ime, në vlorë u rrit flamuri, me gëzime lot në sy, Shqipëri si u bëre shtet me serrave të lirisë. Atë dhe, ti e zemra ime, ti e shpresa drita e trimërisë. Me gjatë të larë, me lot të rritur, me dashuri për jetësisht të lidhur. Ne jemi bite të besnikë, flamurin tënde bajmë në duar. Shqipëri, o toke shenjtë, në zemër je ju që s'ka të shuar. Më dhe quhet toka, ku më ka rënë në koka, ku kam dashur më me atë, ku më nje e guri thatë, ku jam rritur me thërime, ku kam folur gjuhën time, ku kam fiste, ku kam farë, ku kam qeshur e ku kam qarë, ku jam rritur me gaz dhe shpres, ku kam dëshirë të vdes. Bravo!
beson dhe ruan qarkun dhe për kushtimin e prezave që na lan trashëgimi, lirinë dhe flamurin kuqezi, simboli për përjetshëm i pavarësisë dhe i bashkimit tonë kombëtar. Σήμερα τιμήσαμε τη θυσία, το αίμα και την αποσύσσια των γενιών που μας κληροδότησαν την ελευθερία και το κόκκινο μαύρο σύμβολο της πατρίδας. Όμοιο σύμβολο της ανεξαρτησίας μας και της εθνικής μας ενότητας. Le ta mban gjithmonë gjallë kujtesën historike dhe le ta përcjellin me krenari brezave që vinë. Ας κρατήσουμε πάντα ζωντανή την ιστορική μνήμη και ας τη μεταδώσουμε στις γενιές που έρχονται με υπερηφάνεια. Gëzuar ditën e flamurit dhe të çlirimit. Χρόνια πολλά για την ημέρα της σημαίας και της απελευθέρωσης. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής γιορτής. Ένα μεγάλο μπράβο και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Ευχαριστούμε πολύ τους γονείς που ήρθαν, προσφέρθηκαν. Χρόνια πολλά σε όλους. Οι μαθητές να περάσουν στις τάξεις τους, να πάρουν τα πράγματά τους και να αποχωρήσουν.